vërtet pejgamberi alayhis salam na ka mësuar edukatën për çdo gjë. Në një rast e ka po një person duke marrë abdest dhe e ka këshilluar që të mos ja teproj në ujë gjatë abdestit. Dhe ai personi ka thonë, a ka teprim në abdest të i dërguar Allah? I ka thonë, ka teprim edhe nëse merr abdest në një lum që rrjedh. A shikoni çfarë edukate madhështore po na mëson profeti alayhis salam, në këtë mesazh për ne që ta kushtojmë ujin, jo vetëm në abdest, por në çdo gjë. Këtu është shpërndan shembulli i abdestit, mos veprimi të. Unë thua që kjo është rregull e përgjithshme. Ose ka hënë në ujë, shikoni sa ujë është. Lumi që rrjedh, edhe këtu ka teprim. Se kjo të mësohet psikologjia jote. Se ti atë pranë ti që më atë thua atje. Prandaj na në abdest mos shpenzani shumë ujë. Kur lohemi, mos shpenzani shumë ujë. Kur ta përdani ujin për larje të ena, apo për shkallë të rritje të koshjes, apo të bornet, apo të orave, mos ja të prani ujë. Kjo është me vërtet një mesazh profetik.